Të nderuar shikues dhe ju fëmijë të dashur, mirë dita dhe mirë se vini në emisionin tuaj dhe tonin për fëmijë. Edhe sot do të jemi së bashku 60 minuta. Emisionin e sotëm do ta fillojmë me këtë voglushin që është afër me si ke emrin? Recep. Ti Recep sa vjet i ke? 3 vjet? Dhe ç'ke përgatitur një poezi? Një poezi. Ta dëgjoj? Opima, amni pale shkotot, abetale, ndama shoj, pape, indiko shoj. Të lumë një dorë trokitje për këtë voglush. Ti si ke emrin? Urime Beqiri. Ti Urime ç'ke përgatitur? Një poezi. Ta dëgjoj? Dëshira. Kam dëshirë të jem mësues e nxënësit, ti mësoj me këngë ti gëzoj. Kam dëshirë të jem mjek për mje ti shëroj, të luajnë ti liroj. Kam dëshirë të jem poet me vajzat e mia, të kënaqen fëmija. Faleminderit. Faleminderit edhe ty një dorë trokitje. Ke dëshirë të përshëndesësh? Po. Urdhëra? Mamin, babin dhe gjithë familjen time. I përshëndesim edhe ne. Ti si e ke emrin? Jetmire Beqiri. Ti Jetmire, ç'ke përgatitur? Një këngë. Cilën? Makarena. Do ta luash pak më vonë. Ti si e ke emrin? Antigona Sedini. Ti Antigona, ç'ke përgatitur? Një poezi. Urdhëra? Lotët e qiellit, një ditë qielli, qau e qau, lotët në tokë, ai shpëndau, dielli nga lart kur e hetoi, drezet në tokë shpejt i lëshoi, i lëshoi rrezet për të parë, lotët e qiellit tha duhet tharë, faleminderit. Faleminderit edhe ty Antigona, një dorë trokitje për Antigonën. Antigona, ke dëshirë të përshëndesish? Po pikës të pare i përshëndesive në studio, po ashtu përshëndes familjen time Sedini, shoqet e shok klasë time dhe mësuesen time. I përshëndes edhe unë. Ti si e ke emrin? Qom Fatlume Dervishi, jam nxënëse klasë 3 pra shkollës fillore Emil Togura të fshatit Strelc. Dhe ti ç'ke përgatitur? Një poezi. Mund t'ja thuash? Leleku, për mbi pullas, për mbi pojat, shi një lelekun me qafë të gjatë, në midis livadheve në kodër në lën, krenar leleku të ndron me një këm, e në rast të katuntit për mimulli, për dit leleku dil në gjëti, me stjep të mbrës, tjo preshte mirë, por dhe bet kosa ham pa mërzi, këm këmi stjepi si shpat, por si ka pasi qafën në gjatë, për zotin të bet ka dashuri, prandaj leleku e donë zhofomi. Të lumt një dorë trokitje. Ti ke dëshirë të përshëndes? Mamin, babën, dy motrat e mia Laureshën dhe Gentianën, edhe gjithë familjen time. I përshëndesim edhe ne. Tu pas ka edhe një voglushje si e ke emrin? Sa bukur dukesh? Ta dëgjojmë emrin të? Gentiana, ti që të thuash? Një poezi. Ta dëgjojmë? Shkollaj me thamë qërë, në shkollën time më mësuesin kuna akmasin me kushkon në shtetë për i mushë me gëdhin me të qamë. Më dhe i mu ka shkollaj me kuma do të afrohet shkollaj në thërë dhe një të dashëm sosja për të. Shumë bukur, një dorë trokitje. Ti si e ke emrin voglush? Lautrim Beqiri. Ti Lautrim ç'ke përgatitur? Një poezi. Ta dëgjojmë? Leleku i ma fejrën me një kombo. Shtil atensioni atje më kërkon kombo për që me lele. Faleminderit, një dorë trokitje për Lautrimin. Lautrim, ke dëshirë të përshëndesish? Po, urdhëra? Mami? Po vënë dajtë si. I përshëndes edhe unë. Kurse tani vazhdojmë me një melodi të huaj të cilën do ta imitoj? Shërete Tahiri. Urdhëra Shërete.
Të lumë Shireten, një dorë trokitje të fort për Shireten. Vazhdojmë për sëri me recitime, kush do të recitoj urdhëroti? Unë që Marsin Beqiri, klasa 2, përson të kam përgatitur një poezi, cila titullohet Libri. Ta dëgjojmë? Libri, o i dashur libër gjithë një të lexoj, veç ta tregime prej teje të mësoj. Librin ta lexoni, sa ai në këshillon, prej rrugës së keqe, librin na largon. Faleminderit. Faleminderit edhe ty, një dorë trokitje. Ke dëshirë të përshëndetësh? Po, mamin, babin, vllaun tim e në gjithë familjen time Beqiri. I përshëndes edhe unë. Ti si e ke emrin? Armit. Që më në Cedinë dhe përsun të kam përgatitur një gjëgjës. Një gjëgjës, ta dëgjoj? Shkon të shmë nuk thejet. Kush është? Urdhëra? Vjeti. Jo. Tjetër, ti ndi kush të përgjigjet. Me qenë se nuk përgjigjet as kush përgjigjet ti? Shtëpia. Një dorë trokitje. Ke dëshirë të përshëndes shumë? Po. Urdhëra? Se parë përshëndes juve në studio, përshëndes kushuririn e im Ali Sedini dhe aro 7 vjetorin e lindjes. Faleminderit e përshëndes edhe unë Aliun me qenë se është prezent këtu në studio. Edhe një dorë trokitje për Armendin. Ti si e kemi? Unë që Jetmit Beqiri kam përgatitur një poezi. Ta dëgjoj? Miru pafshin shkolla ime, erdhi vera sjolli gëzime, miru pafshin shkolla ime, ylli detit po në thret dhe e lumit rën e nxet, miru pafshin suesi im, nesër nisemi për në verim, kudo të jemi, kudo të shkojmë, fjalët e tuaja kush do t'i harroj. Një dorë trokitje. Ti ke dëshirë të përshëndes? Po, unë përshëndes mamin, babin dhe këtë familjen e ime Beqiri. I përshëndes edhe unë. Kurse tani vazhdojmë edhe me një këngë Kaltrina, të cilën do ta imitoj? Gjemilja. Urdhëro Gjemile. Shko në shkollën e
Një dorë trokitje për Xhemilen. Faleminderit Xhemile, shumë bukur luajte. Tani vazhdojmë përsëri me poezi. Urdhër aty. Si e kemi? Që Bekim Sedini, Po dhe që ke përgatitur? një poezi. Ha dëgjoj. Vaj gurbetit, zi ka shtëpia se kanë motra, nuk sheve lau me të votra, fëmijë nuk thiri më, o, or baba, mbeti vlau pa vlla, nëna dhe baba pa fëmi, vetëm sot në duart në gji, qanë bashortja dhe dert lot, mbeti shtëpia sot pra zot, o, gurbet i zi, ti na more shumë të ri, u përcilim nënat e u presin gjallë, jo të vdeku në funeral. Vin telegramet me ngushmime, tjoj nën, bëu trime, shtërgo zemrën e bëu burr, gjalli yt s'ka me vdekur, ne shokët e ti sa të jemi gjallë, do ta kujtojmë atë me mall, ne varrim e prezencjemi, mendjen dhe zemrën aty kemi, nën, na sot pun shkojmë, shokun tonë e kujtojmë, ti e di nën se ke hasëm, shtërgo zemrën si kom bën darsëm, kryet lart e bo krenare, ti e nën shqiptare, nënat shqiptare janë mësuar, gjem në funeral me vapruar, lavdi, o shok i ri. Të lumë Bekim, një dorë trokitje për Bekimin. Ti si e kemi? Qumë Kazmen Zeqiri, jam klasa e 3-4-1, personte kam përgatitur një gjegjës. Ta dëgjoj. 4 kapluan, 1100 livruan. Kush është? A din ti kush të përgjigjet? Me qenë se as kush përgjigju ti? Është të kali. Një dorë trokitje. Ti si e kemi? Qëm Leonora Bajramin nga fshatin Greshnit dhe unë personte kam përgatitur një poezi. Ta dëgjojmë poezi. Jeta, kush na e prishi jetën, na e mbyllën shkollat, nga mësimi u largova, nga shoqet u ndava, Prishtinën e gjishova, këtë e bëni Serbi i mallkuar që na gjatohua, shpejt pëhet e koha do të fitoj Kosova, bash me kryetarin Ibrahim Rykov. Faleminderit, një dorë trokitje. Ti ke dëshirë të përshëndesish? Po. Pikë së pari u përshëndes juve në studio dhe përshëndes mamin, babin, vllahun tim dhe motrën time dhe tërë familjen time Bajra. Shpresojmë se të përshëndetje të sinqerta i kam pranuar, gjithashtu bashkangjitem edhe unë. Ti si e ke emrin? Quhem Antigona Bajramin nga fshati Grishnit dhe unë për këtë emision kam përgatitur një poezi. Si titullohet? Këshillat e Gjon Kastriotit. Urdhër Antigona. Këshillat e Gjon Kastriotit. Ditët që do të shkoni, mbreti u ngrit që me natë, gjithë bota gjot gjëshonin, edhe i varë fërat, djen pran i mori, i puthe i qafoi, për shetit i fort i gjori, gjot qurk i gjëshoj. U thot, të sileni mirë, të bëheni njerës në jetë, të mos betni në ersir, po të jeni të vërtet, natë e ditë të këndoni, gjdo gjë që u duhet ta dini, gjithë gjuhët ti mësoni, po shqipen mos e lini. Të lumt Antigona, një dorë trokitje për Antigona. Ke dëshirë të përshëndesish dikën? Po pikë së pari të përshëndes ty Argjeta në studio, përshëndes prindërit e mi dhe përshëndes kushuririn tim Gëzimin dhe i uroj martesën me Florien nga Kërçova. I përshëndes edhe unë dhe shpresojmë se i kam pranuar përshëndetjet tona. Ti si e ke emrin? Quhem Merita Bajramin nga fshati Greshnit dhe unë për këtë emision ka përgatitur një poezi. Urdhëra. Gjithë gjuhët i dua, sante jo trima të Skënderit, ngriheni dhe luftoni për të mirën e vendit, për të mirën e popullit e të gjithë rinis, që duhet të mësojmë gjuhën e Shqipërisë. Gjithë gjuhët i dua, të gjithë i pëlqej, por më shumë e dua gjuhën e mëmëdheut. Faleminderit Merita, një dorë trokitje. Ke dëshirë të përshëndesish? Po pikë së pari të përshëndes ty Arjeta në studio, përshëndes teknikun e Radio Skanës, përshëndes gjyshin tim veteranin e arsimit Bajram Bajrami. I përshëndesim edhe ne. Tani vazhdojmë edhe me një melodi të huaj Makarena. Kush e kishte përgatitur? Urdhëra. Qemit me dhe Beqiri. Dhe Antigona Sejdini. Urdhëra. I am not trying to do
Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. I am not trying to seduce you. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Come and find me, my name is Macarena. Always at the party con las chicas que son buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Një dorë trokitje. Tani vazhdojmë me gjegjes, a kush do të thotë gjegjes? Urdhëra. Tru mali që sali. Kush është? Qetelia. Ftelia, një dorë trokitje. Tjetër? Urdhëra ti. Hyte sypte po ose hypte mua ose roan. Kush është? Kova. A është përgjigje saktë? Po. Një dorë trokitje. Tjetër? Më i madh se njeriu, më i vogël se pula. Kush është? Din dikush të përgjigjet? Urdhëra? Ksula. E saktë, një dorë trokitje. Tjetër? Urdhëra Antigona. Rriten priten. Thojan. Një dorë trokitje. Një dorë trokitje. Faleminderit tjetër. Urdhëra ti. Gjithë malit e ka përcen zoni poshtë i vjen. Kush është? A din të përgjigjet? Urdhëra me Treni. Avioni. një dorë trokitje. Tani vazhdojmë edhe me një melodi të huaj, përsëri do ta imitoj Shiretja, me qenë se luan shumë bukur. Urdhëra Shirete.
time we met, day one. Kids in the garden playing games, having fun. Exciting and amazing, having a real friend of mine. Feel my heartbeat and for real, I ain't lying. Face to face and eye to eye. Using our hands to buy and supply. Chilling is cool from January to June, and we still stick together like the glue. You know the rules. Forever you and I believe it was clear. If I ever do fall, I could count on you with no fear. Running out of time, I see who's fake. Alone without protection from all them snakes. All for one, one for all. I was told black, white, yellow. If you're young or old, Nana's in the house to let you know what I see is how I feel, and damn, I'm alone. At night after a fuzzy fight, tears in my eyes, I'm a man looking for the light, darkest the path. He will rescue me, the Lord is my shepherd, I'm cold despite emergency, whom shall I fear? Except the G.O.D., thank you for the blessings and the skills on the MIC. 5 years, we know there's no diggity, free at last. See the light in me, what goes up must come down. I'll be around when you heading towards death town. Always look forward, how you never look back. So many tears and the snakes on my jack. Now I'm riding in my big fat ride. Your ass is late, so look for the line. Nana in the house to let you know what I see is how I feel, so leave me alone. I'm lonely, lonely, lonely. I'm lonely, lonely in my life. I'm lonely, lonely, lonely. God help me to survive. I did some bad things in my life. Why can't you rescue me? 'Cause you got all I need. I know I got to pay the price. Knock on my door. Whom you looking for, a dream or reality? Enemies at the door, eyes, I realize it's fantasize. I must be high, so let me live before I die. Grab the bottle, the cap, and survive. Your life is yours and my life is mine. No emotions, a world full of lies. Step by step, and be versatile. Love, peace, and care, that's what it's all about. Alone by yourself, then you lack. There's no doubt about I'm always into something. Making moves to improve. What will you do if you wear in my shoes? Boom, a little oops, another suicide. Leave me for a ride on the boulevard. Now that's in the house to let you know what I see is how I feel, and damn, I'm lonely, lonely, lonely. I'm lonely, lonely in my life. I'm lonely, lonely, lonely. God help me to survive. Everybody is tripping on me. Oh Lord, come help me please. I did some bad things in my life.
Një dorë trokitje. Tani vazhdojmë me poezi. Kush ka ngelur pa recituar? Urdhëro ti. Si e kemni? Që Fatmire Dervishi, jam nxënëse e klasës së 7, pranë shkollës fillore Emil Tagurra. Dhe ti që ke përgatitur Në Fatmire? poezi. Ta dëgjoj. Vaje, që ditën që vdiqe, kur s'të kam parë, lotë që kam derdhur, s'më janë dhe tharë, shumë vjetë u bën, sot të mbushën vjetë, që kur më ke lënë dhe s'të shonë ndër jetë, ndër shkopshte me lule, ke qëndruar valë, s'tërth keq për mu, s'tërth malë për gjallë, angjëll i bukur, mos më në bodë, ktheu të shoh, të na mbeten lot, s'rojmë dot pa ty, ti si rrom pa neve, mot që rrum bashk, s'muhurreve, atje te kri, janë qipar zevarre, ktheu të shoh, mos na lem për fare, mos na le të gjor, me zemër të ngrir, ktheu të gëzosh, kur të shohësh të bir, e ke lëm foshnje, tani u bë burr, sa rrit të rritej, s'të ka parë kur, për ty shumë herë, çosh do të më thot, por s'mundem t'i përgjigjem se më mbyten lot. Kthej kokën në një anë dhe vështro për fjet, duke përshpëritur tek Zoti i vërtet. O Zoti i vërtet, s'tërth keq për gjallë, ku i morre mamën dhe më len të gjallë. Të më kesh marr, do të qenë mirë, të rronte e mama, të rriste të birë, me se rrojnë foshnjat, që rrit qilimi, dashuria e mamës dhe për gëdheli. O Zote jem falë, mos më le të mjerë, dërgo ma Evgjenin, ta shoh edhe një herë, se s'ku vendon mirë more pëmbartë, si livdish një herë e prap ka ardhë, gjithë mbasën, gruan, mëmën dhe baban, po ata që mbeten si ti nuk qanë, të vdekurin, lotë se vjen në jetë, po lutu dhe falu, të rriq gjallë vetë, doje dritën o qelë, more dritën time, dhe më mbushe jetën, plot me i dherime, tani roj pa shpres, ndaj s'dua të roj, se dhe Perëndin, tani se besoj. Një dorë trokitje për Fatmire. Fatmire dëshiron të përshëndesim. Pikës parit përshëndes ty Arjeta, përshëndes shokët dhe shoqet e klasës, përshëndes gjithë familjen time Dervishi. I përshëndesim edhe ne dhe shpresojmë se kanë pranuar përshëndetjet tona. Tjetër kush ka ngelur pa recituar? Urdhëro Shirete. Qëm Shirete Tahiri dhe unë për sot e kum përgatitur një poezi, Ta dëgjoj. e cila titulohet Liria. Liria, mjaft të derdhu gjak në tokën shqiptare, mjaft të vran trima për quhën amtare, mjaft më shqiptari, vajti në robri, mjaft më fëmiu nuk pati liri, dua që fëmiu jetoj në liri, për dhe shqiptarin mos jetë në robri. Të lumt Shirete, një dorë trokitje për Shireten. Shiretja me qenë se luan bukur, por reciton edhe bukur. Tjetër kush do të recitoj? Urdhëro? Si kemi? Qëmë Jetmin Neziri, jam klasa 7-4 pranë shkollës fillore Sante Serioski dhe për sonte ka përgatitur një poezi cila titullohet Skënderbeu dërgohet peng. Ta dëgjoj. Ditën që do të shkoni, breti u ngrit që me natë, gjithë bota le të lëshoni edhe i varfi atë. Gjem pranë një mori, i puthje për qafoj, për shpëriti fortigjori, lërë qurk i lëshoj. U thot, të silleni mirë, të bëheni njerëz në jetë, të mbëzbetni në esir, po të jini të vërtet. Shqipëria ju ka shpresë, edhe i varfi atë. Ju faleminderit. Faleminderit edhe ty, një dorë trokitje. Një dorë trokitje. Tjetër? Urdhëro Xhemile. Unë do të ha çokolata e tipi cigare. Gjyshi Bleri me nipi Florin. Një ditë pa të shkuar në një vetë shërbim. Gjyshi kishte zakon pinte shumë duan. Nuk i kishte mbetur, në gjep nuk kishte mbetur fare asnjë cigare. Florimi i vogël me gjyshin bën gara. Shportën e mbushi plot me çokolata lara. Që janë ato çokolata që e ke ngarkuar, thua vallë vetë ke për t'i paguar. Më fal gjysh, mos u mërzit fare. Unë do të ha çokolata e tipi cigare. Faleminderit Xhemile, a din se kush e ka shkruar ty këtë poezi? Po. Selim Adili. Po e ka shkruar shkrimtari kërçevar Selim Adili. Një dorë trokitje për Xhemilen. Tjetër kam mbetur pa recituar. Të gjithë kemi recituar, po tani vazhdojmë edhe me një melodi të huaj nga Michael Jackson, të cilën do ta imitoj Blerim. Lika. Urdhëro Blerim.
për vlerimin. Të nderuar prind dhe ju fëmijë të dashur, sot për herë të parë në Radio Televizionin Nuskana dhe në emisionin për fëmijë, voglushi Alisa Edini kremton ditëlindjen. Të gjithë ato prind që dëshirojnë që fëmijët e tyre t'i kremtojnë ditëlindjet e emisionit për fëmijë i kanë dyert e hapura, por në fillim duhet të paraqiten te drejtori i Radio Televizionit Uskana Nuredin Sedini, në redaksinë e Radio Uskanës ose përmes telefonit 36 900. Voglush, ti sa vite i mbush sot? 7 vite. Dhe ti fryesh qirit? Një dorë trokitje. Shumë urime për ty, shumë urime për ty, shumë urime për ty, shumë urime për ty. Ti gjë të thua Shali për ditëlindjen? Jam shumë i gëzuar që gjendem në mes të shokëve dhe shoqeve dhe që nuk i njeh dhe janë të mirëseardhur në ditëlindjen time. Faleminderit Ali, dhe ti dua të urosh të gjithëve nga një bombon. Urdhëra. Pritë më i vogli. Faleminderit. Faleminderit. Morët të gjithë? Faleminderit për shohje, i keni dhuar diçka dhurata lut, apo? Dhuronja së të doni? Përderisa ti ham fëmijët torten, unë do të kumtoj se kush sa pik ka fituar. Siarta Sali ka fituar 21 pik, Fatlume Zendeli ka fituar 24 pik, Vjolca ka fituar 25 pik, dhe Vjolca do të kualifikohet për të zgjedhur fëmijë me edukatë të shëndosh në muajin e 8, ndërsa në muajin e 7 u zgjodh Merita Bajrami. Dhe tani fëmijët e dashur presim paraqitjet tuaja telefonike në telefonin ton 36 976. Të recitoni poezi, të tregoni prallë, djegjos apo humor. Urdhëroni.
shumë shikuesin apo shikuesen e parë për sot, mirë dita. Mirë dita, ju përshëndet Burbuqja. Faleminderit Burbuqe, të përshëndes edhe unë. Dhe për sot kam përgatitur poezi. Urdhëro. Arushi ismu, a ti kush do më tregoj pse qan i meri sot. Të smur e ka arushin, kështu mjeku i thot. Është i smur arushi, ilaç të pi nuk do. Rëtja ka motrës flamurës, në këtjeni të morron. Është i smur arushi, don kur s'ka. Kishte larë, dhe për të tjetër të mos flasim. Në shpurt ka bajtë të stare. Nëse shpejt nuk përshërohet sot voglush, sot s'ka më të këtë të argëtohet andej qanë me lojtë. Një faleminderit. Një dorë trokitje për Burbuqen. Ti Burbuqe ke dëshirë të marrësh pjesë në kuizin shpërbles edukativ? Po? Ju lutem qetësi se nuk dëgjohemi. Burbuqe ke dëshirë të marrësh pjesë? Po. Atëherë dëgjoj me kujdes. Çka është për ju siguria? Nën A, të qemurit jashtë çdo rreziku, nën B, gjendje pa ndonjë rrezik dhe nën C, apo të keqje pa të pritur? Nën C? Vazhdoj me pyetjen e dytë. Çka është friga? Nën A, ndjenjë shqetësimi, nën B, rrezik para fatkeqësie dhe nën C ose fatkeqësi? Nën B. Vazhdoj me pyetjen e tretë. Çka është lumturia, kënaqësi? Nën A, ndjenjë, nën B, kënaqësi e fshehtë dhe nën C, gëzim i madh. Nën A, nën B ose nën C? Nën C. Vazhdoj me pyetjen e katërt. Çka është qetësia? Nën A, mungesë e zhurmës, nën B, ndërprerje e lëvizjes dhe nën C, ndërprerje e problemeve. Nën A. Vazhdoj me pyetjen e fundit. Çka është përbuzja? Nën A, veprim përçmues, nën B, ndjenjë e mos përfilljes dhe nën C, simpati. Mundesh edhe një herë të përsërisësh? Urdhëro? Mundesh edhe një herë të përsërisësh? Po, mundet. Çka është përbuzja? Nën A, veprim përçmues, nën B, ndjenjë e mos përfilljes dhe nën C, simpati. Nën B. Burbuqe, të faleminderoj për paraqitjen, ditën e mirë. Ditën e mirë. Televizioni Uskana, mirë dita. Mirë dita. Kush na paraqitet? Selime Gjimani. Urdhëroni Selime. Kam dëshirë mami papi. Të recitosh një poezi? Po. Urdhëro. Mami papi, nani pare të jape tare. Siç duket lidhja na ndërprer, ne presim Selimen paraqitet përsëri.
me daq të qysh, për para muzika me shumë e me pysh, me daq arace, me daq të qysh, për para muzika me shumë e me pysh. Mirë dita, urdhëroni, kush paraqitet tani? U përshëndes Festinja. Faleminderit Festimet, përshëndes edhe unë. Faleminderit dhe dua të them një poezi. Ta dëgjojmë. Nxënësit kosovar, o nxënës kosovar, o vëllezër e ju motër, se va shkollës tuaj, sikur i ka rënë motja. Ne këtu në polk, të fjala e dërgojmë, me zemër të përgjuar, gjithnjë ju kujtojmë. O lule kosovare, o vëllezër shqiptar, të gjithve do të na vi, dita e re dhe e bashki. Faleminderit. Faleminderit edhe ty Festime, një dorë trokiqe për Festimen. Si Festime, ke dëshirë të marrësh pjesë në kuizin shpërblyes edukativ? Po. Atëherë dëgjoj me kujdes. Çka është për ju siguria? Nën A, të qemurit jashtë çdo rreziku, nën B, gjendje pa ndonjë rrezik dhe nën C, apo të keqe të papritur. Nën C. Vazhdojmë me pyetjen e dytë. Çka është frika? Nën A, ndjen shqetësimi, nën B, rrezik para fatkeqësie dhe nën C ose fatkeqësi. Nën B. Vazhdojmë me pyetjen e tretë. Çka është lumturia, kënaqësia? Nën A, ndjenjë, nën B, kënaqësi e fshehtë dhe nën C, gëzim i madh. Nën B. Vazhdojmë me pyetjen e katërt. Çka është qetësia? Nën A, mungesë e zhurmës, nën B, ndërprerje e lëvizjes dhe nën C, ndërprerje e problemeve. Nën C. Vazhdojmë me pyetjen e pestë dhe të fundit. Çka është përbuzja? Nën A, veprim përçmues, nën B, ndjenjë e mospërfilljes dhe nën C, simpati. Nën C. Festimet, faleminderit për paraqitjen telefonike dhe ditën e mirë. Mundem të përshëndes? Po? Pikë pari ju përshëndes të Aljeta, që të heq këtë tensionin ka të bukur. Faleminderit. Musafiret. Faleminderit. Dhe që familjen ti. I përshëndes edhe unë, ditën e mirë Festime. Ditën e mirë. Emisioni për fëmijë urdhëroni. Alo me dita, Mirë dita. ju përshëndes Regjebia Faleminderit Regjebiet, përshëndes edhe unë. dhe dua drejt për drejt të marrë pjesë në kuizin shpërblyes. Vetëm dëshiron të marrësh pjesë në kuizin shpërblyes edukativ. Atëherë dëgjoj me kujdes. Çka është për ju siguria? Nën A, të qemurit jashtë çdo rreziku, nën B, gjendje pa ndonjë rrezik dhe nën C, apo të keqe të papritur. Nën B. Vazhdojmë me pyetjen e dytë. Çka është frika? Nën A, ndjenjë shqetësimi, nën B, rrezik para fatkeqësie dhe nën C ose fatkeqësi. Nën C. Vazhdojmë me pyetjen e tretë. Çka është lumturia, kënaqësia? Nën A, ndjenjë, nën B, kënaqësi e fshehtë dhe nën C, gëzim i madh. Nën C. Vazhdojmë me pyetjen e katërt.
Çka është qetësia? Nën A. Mungesë e zhurmës. Nën B. Ndërprerje e lëvizjes. Dhe nën C. Ndërprerje e problemeve. Nën B. Vazhdo me pyetjen e 5 dhe të fundit. Çka është përbuzja? Nën A. Veprim përçmues. Nën B. Ndjenjë e mospërfilljes. Dhe nën C. Simpati. Nën C. Rexhepi, të faleminderit për paraqitjen, dëshiron. Po? Të pari të përshëndes ty Arjeta. Faleminderit. Përshëndes gjithë familjen time e Ramadan. I përshëndes edhe unë. Ditën e mirë, Rexhepi. Inkuadrojmë shikuesin apo shikuesen e fundit për sot. Mirë dita. Alo, mirë dita. Urdhëroni? Ju përshëndes Shqipja nga fshati Zajas. Faleminderit Shqipet, përshëndes edhe unë dhe gjithë shikuesit e fshatit Zajas. Faleminderit. Se unë kam përgatitur për sonte një gjë. Një gjë, dëgjoni me vëmendje. Urdhëro Shqipe. Hidhet e për drizet për bisht i lizet. Urdhëro, flamuri. Për gjigja është e saktë? Po. Një dorë trekitje atëherë. Shqipe, dëshiron të marrësh pjesë në kuizin shpërbles edukativ? Po. Atëherë dëgjoj me kujdes. Çka është për ju siguria? Nën A. Të qemurit jashtë çdo rreziku. Nën B. Ndjenje pa ndonjë rrezik. Dhe nën C. Apo të keqe të papritur. Nën C. Vazhdo me pyetjen e dytë. Çka është frika? Nën A. Ndjenjë shqetësimi. Nën B. Rrezik para fatkeqësie. Dhe nën C. Ose fatkeqësi. Nën C. Vazhdo me pyetjen e tretë. Çka është lumturia, kënaqësia? Nën A. Ndjenjë. Nën B. Kënaqësi e fshehtë. Dhe nën C. Gëzim i madh. Nën C. Vazhdo me pyetjen e katërt. Çka është qetësia? Nën A. Mungesë e zhurmës. Nën B. Ndërprerje e lëvizjes. Dhe nën C. Ndërprerje e problemeve. Nën A. Vazhdo me pyetjen e fundit. Çka është përbuzja? Nën A. Veprim përçmues. Nën B. Ndjenjë e mospërfilljes. Dhe nën C. Simpati. Nën C. Shqipet, faleminderit për paraqitjen telefonike. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Dhe këtu shikues e nderuar, po ndahemi me ju. Misafir për emisionin e ardhshëm do të jenë Festimja, Shqipja dhe Rexhevia. Juve të tjerëve ju falenderojmë për paraqitje telefonike. Me këtë emision do të jemi së bashku të shtunën e ardhshme në të njëjtën kohë. Ditën e mirë dhe mirupafshim.